Drejtoria e Shërbimeve Publike njofton qytetarët e komunës së Prizrenit se nga sot ditë e ejte më 25 shtator 2025, nga ora 6 deri në orën 12 kanë filluar punimet për shkak të zhvillimit të punimeve për diskolimin e kabllove ajrore, rruga Agim Shala tranziti i ri, nga rreth rrotullimi rrugës Enver Hadri dhe Kastriotët deri tek rreth rrotullimi në rrugën Ismail Kryeziu në lagjen Arbana, ishte bllokuar deri në orën 12. Ky veprim tashmë është i mirëseardhur dhe lirimi i kësaj rruge është mirëpritur nga qytetarët. Drejtoria e Shërbimeve Publike ka që 2 vite që merret me largimin e shtyllës në tranzit. Përkundër kërkesave tona që në vazhdimsi kanë qenë me kecin, nuk është larguar ajo shtyllë deri në momentin kur kem pas një marrëveshje me kecit që këto punime për shkak të mos planifikimit të kecit, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka marrë një iniciativë për lidhjen e një kontrate për largimin e tensionit lartë, në këtë rast 35 kV, i cili kalon nëpër lagjen Ortakoll edhe deri në tranzitin e ri ku është edhe shtylla e cila normalisht e ka bën një pengesë të jashtëzakonshme deri tani, sidomos mbas hapjes së rrugës së tranzitit të ri, domethënë largimit të objektit. Ne këtë vit kena lidh kontratën me një operator ekonomik dhe deri në fund të muajit, muajit maj, i kem kryer të gjitha instalimet, vendosjen e kablos dhe kem prit që keci të bëj pranimin teknik dhe pastaj fillohet largimi i asaj shtylle. Faktikisht ka pas dalje në teren edhe prej anës kecit për kyçjen në trafon e tyne dhe faktikisht sot i ka ardhur momenti ku është bë para 3 ditësh është lëshu, është energjizu kabloja e vendosur nga ana e operatorit tonë, këtë nga ana e komunës, dhe pas 3 ditësh kem kërku leje që gjithçka është në rregull me kablon tonë dhe të largohen momentalisht kablot e rrymës, shohet energjia elektrike për banorët që të mos na mbesin në pa rrymë. Sot largohen kablot, kurse nesër fillon edhe largimi i shtyllës në tranzit dhe ditëve në vijim do të largohen edhe 7 deri 8 shtylla tjera të cilët e përshkojnë që thash më herët këtë lagjen Ortakoll. Kështu që kjo është edhe një prej premtimeve të Zotit Shaqir Totaj, kryetarit komunës, që edhe një pengesë e madhe në rrugën e tranzitit po largohet. Faktikisht Drejtoria e Shërbimeve Publike me kontratën e fjalë do të tenton edhe shumë punë tjera rreth shtyllave elektrike, normalisht në bashkëpunim me kecin, të fillon në përlagjet e qytetit Prizrenit të largon shtyllat elektrike dhe gjithherë aty ku ka gypa në toksor që ta largojmë këtë marimong telash edhe të rrymës elektrike, edhe të kablove të internetit dhe të qytetin ta bëjmë tamam metropol dhe qytetin e gjithë shqiptarëve që është Prizreni.